Si është Përshëndetje, Esmane. parë në Turqi ky sulmi i Iranit ndaj Izraelit? Po në fakt, si që thatë jo më parë, që ishte një gjë e paramenduar, e parapritur, vetëm se data nuk u dinte, dhe trajtimin e median turke, po qofte dhe prononcime zyrtare, nëse një përshkallëzim i kësaj çështje të jetë një katastrofë shumë madhe, jo thjesht mes dy shtete, por me gjithë pellgun, për gjithë rajonin, me gjithë duke u përfshirë këtu mren edhe shumë më gjerë se sa një luftë mes dy shteteve. Për këtë Turqia prononcime zyrtare i ka bërë, edhe pse në disa vende, në disa media thuhet që Irani, dhe më thënë Taherani i ka thënë Ankara si unë tani do filloj bombardimet kundra me dronë dhe me raketa kundra Izraelit. Këto Ankaraja zyrtare, të gjitha institucionet zyrtare i kanë mohuar një gjë të tillë, kjo ka qenë e pa ditur nga ana e Turqisë. E para, e dyta është Turqia, nëse shohim median turke, kjo ishte një pjesa e dytë e teatrit që ka ndodhur para një viti e gjysmë. Ka qenë çdo gjë e planifikuar, qoftë Tel Avivi, po ashtu edhe Taherani kanë qenë në një bashkëpunim të shkëlqyer, sepse sipas medias turke apo sipas shumë specialistëve që flasin në këtë, që janë specialistë në këtë temë dhe flasin për këtë temë në median turke, thonë që disa, po shumë raketa që janë bërë me gjyma, me kanoqe nga Hamasi, ja arritin të vrasin njerëz, të shpërthejnë shumë gjëra në disa qytete të Izraelit. Biles kanë rrallë në Tel Aviv dhe ka pas vdekje, si është e mundur që avionat që propozojnë që janë Irani është superfuqi, edhe pse tashmë u duk që nuk është aq e madhe, por gjithë ato aviona, dron, bomba me sa mijë kilometër që do hikshin edhe mata në oqeanit, si arriti që asnjë mos më ra në Izraelin dhe Izraeli i priti të gjitha në hava, nuk i lati zbresë asnjë në tokë, edhe të janë dyshimet e mëdha që kjo ka qenë pjesa e dytë e teatrit që pa ndodhur edhe